Sot jemi para qeverisë së bashku me deputet të Partisë Demokratike të Kosovës dhe deputet të Aleancës për me protestu edhe me i tregu Albin Kurtit që nuk e ka mirë, nuk e ka pas mirë, nuk e ka mirë dhe nuk është të shku puna mirë për ato që ka kemi qenë, jemi edhe për ato ku mendojmë të shkojmë nesër. Albini do të me ditë që ky popull ka sakrifikuar shumë. Ky popull ka dhënë gjak shumë. Ky popull ka dhënë shumë jetë për me pas pavarësi, për me pas liri, për me pas drejta, për me pas shtet, për me pas institucione, me pas rend, ligj, dhe vetin. Sot Albini po mundohet me teket e tij me shkel rendin kushtetues juridik të Kosovës. Kjo është e pafalshme. Sot nuk flas si militant partijak. Sot flas më shumë si një qytetar i mllëfosur duke e parë Republikën tonë që ka bë një paçavur politike. Republika është mbi të gjitha. Është dirë shumë gjak. Unë vetë jam familjari 2 dëshmorëve. Kam antar të familjes gjdukur në luftë. Nuk bëhet hajgare me Republikën. Nuk bëhet hajgare me institucionet e vendit që kemi ndërtuar me shumë gjak, me shumë mund edhe me shumë sakrificë. Albin, nuk kemi gjak për me shkel, as nuk kemi Republikë për me humbë. Do të me ditë ti edhe komplet sujet. Jemi mbledhur këtu bashkë me kolegë deputet nga PDK-AK dhe na u kanë bashkangjitur edhe qytetarë nga komuna të ndryshme. Sot Albin Kurti, ashtu që ka edhe tradit edhe në doktrinën e tij politike, sërish po fshehet, sërish iku përmes rrugëve ilegale, klandestine, duke hyrë në ndërtesën e qeverisë. Dhe fsheja, thash, është doktrinë e tij politike. Albin Kurti është fsheh në Rambuje, ku ne festuam në nënshkrimin e lirisë sonë. Albin Kurti është fsheh në Vjenë, ku ne negocianim pavarësinë tonë. Albin Kurti është fsheh në ditën kur flamuri jonë u prezantua në Kuvendin e Republikës. Albin Kurti u fsheh në ditën e shpalljes së pavarësisë, u fsheh në ditën kur Kosova e intonoi himnin e tij, u fsheh në ditën e ushtrisë, pra i shkoi jeta të fsheh nga përgjegjësia që ka edhe me kushtetutë edhe me ligj. E ftojmë edhe një herë që të vijë në Kuvend, ai duke që është i shpërqendruar dhe e ka ngatruar derën, sepse dera legjitime ku ai ka drejt me hy është dera Kuvendit, dhe jo e qeverisë të cilën e ka uzurpu dhe të cilën e ka zaptu. Ftojmë pashtu edhe sekretarin e qeverisë të Republikës së Kosovës që të parandaloj hyrjen edhe të Albin Kurtit, edhe të ministrave tjerë të cilët në mënyrë të kundërligjshme kundër kushtetutës, kundër vendimit të Gjykatës Supreme, bajnë edhe postën e deputetit, edhe postën të ministrave dhe kryeministrit në detyrë. Ne nuk do të ndalim, ai nuk ka ku të fshehet, herë do kur do të ballafaqohet edhe me neve dhe nesër edhe me popullin. Fatkeqësisht, ky njeri nuk ka lënë shumë rrugë ligjore që mund t'i ndjekim ne, dhe ne do ta vazhdojmë formën tonë të protestës me të gjitha mjetet që i ofron demokracia, në mënyrë që të mbrojmë shtetin, siç e thanë edhe parafolësit, të cilët e kemi ndërtuar me shumë mund, me shumë sakrificë dhe me shumë gjak. Faleminderit. Sot jemi këtu prap para qeverisë për ta thirrë zotin Albin Kurti të vi t'i bëj institucionet. Ne e dim që është brenda, ne e pam që pram tha i kemi votat për konstituimin e Kuvendit, atëherë i bëjmë thirrje edhe një herë të vi, ta bëj konstituimin dhe mandej të vazhdoj për zgjedhjen e presidentit. Nuk kemi kohë. Kosova ka humbë shumë kohë, që 2 vite jemi pa institucione, kështu që është momenti i duhur që të vi në Kuvendet të krijoj institucionet. E dim që mbrojtja kushtetutës jemi për ta mbrojt kushtetutën dhe gjithashtu do të vazhdojmë ta mbrojmë kushtetutën dhe asnjëherë nuk do të ndalemi derisa të krijohen institucionet.
Faleminderit. Pak punë për të partijen. Ju se s'pëdim është pëndohë me sen të alo. Nuk gëzëm në miku për ra. A se kiti atë qasën të